E dashur Ministri e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Ministri e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministri për Evropën dhe Punë të Jashtme, Ministri e Arsimit, Ministri e Mjedisit, Bashkitë të Shqipërisë dhe të interesuar të tjerë. Jam Julian Lala, krijuesi i emisionit Aventurat e Julit. Ky është viti i 9 i xhirimeve. Kam udhëtuar në shumë vende të botës dhe kam parë nga afër se si shtetet promovojnë veten me krenari dhe profesionalizëm. Shqipëria meriton të shkëlqejë në të njëjtën mënyrë. Për vite me radhë u kam treguar shqiptarëve botën. Tani dua t'i tregoj botës Shqipërinë. Do të realizoj 12 episode, nga një për çdo qark të Shqipërisë, me kozgjatje rreth 1 orë secili. Çdo episod do të shfaq vendet më të bukura, natyrën, traditat, njerëzit, ushqimin, muzikën dhe legjendat e vendit tonë. Emisioni do të jetë në gjuhën angleze, me cilësi të nivelit Netflix, dhe do të transmetohet në mbi 50 shtete, ku anglishtja është gjuhë zyrtare ose e dytë. Ky projekt nuk do të jetë një reklam turistike klasike, por një rrëfim i vërtet i jetës në Shqipëri. Imagjinoni një familje në Kanada që sheh dhe thot, wow, duhet të shkojmë në Shqipëri. Me një investim prej 200.000 euro, Shqipëria mund të shihet nga e gjithë bota. Një fushat që në vlerë të tregut do të kustonte miliona euro dhe do të sjellë miliona euro përfitime për turizmin. Ky projekt nuk është vetëm turizëm, është diplomaci kulturore. Kjo është ëndra ime. Ti tregoj botës bukuritë, kurajon dhe shpirtin e Shqipërisë. Nëse besoni në këtë vizion, bashkohuni me mua. Nuk do të ketë asnjëherë një emision më të bukur për Shqipërinë. Me respekt, Julian Lala.